SPAK poheton Manzikun 3 muaj para zgjedhjeve u kontrollua banesa në fokus restoranti dhe tenderat. Ish nën kryetari i Bashkisë Tirana, aktualisht ministri i shtetit për pushtetin vendor. Arbian Mazniku është zyrtari i lartë që është vënë në hetim nga prokuroria e posaçme SPAK. Fillimisht hetimet ndaj Manzikut janë fokusuar vetëm tek tenderat e bashkisë dhe nisur nga dyshime për abuzime me detyrën. SPAK dhe BKH-ja kanë kryer 3 muaj para zgjedhjeve parlamentare një kontroll në banesën e zyrtarit të lartë. Nuk dihet me saktësi se çfarë zgjetur nga ana e SPAK në banesë, por një burim pranë këtij institucioni ka thënë për media se tashmë është në pritje të një dosje tjetër kundër Arbian Maznikut, e cila do të transferohet për mos kompetencë nga prokuroria e Tiranës drejt SPAK. Madje për llogarit të kësaj dosje Manzikut, në cilësinë e ish kryetarit të Bashkisë së Tiranës, është marrë në pyetje lidhur me hapjen e procedurave të dyshuara si fiktive të një tenderi për rikonstruksionin e rrugës Gjon Belushi që ndodhet në zonën e Freskut. Por tashmë nuk është vetëm kjo, pasi SPAK ka përqendruar hetimet ndaj Manzikut edhe tek disa praktika tenderuese mes Bashkisë së Tiranës dhe restorantit The Home, që është bashkëpronësi i bashkëshortes së Manzikut, shtetases Marinela Lika, kurse disa praktika të tjera janë në verifikime sipër nga SPAK lidhet me tenderat që The Home ka fituar. Bëhet fjala për tendera me vlerë rreth 800.000 euro nga kompania publike Tirana DC dhe Bashkia e Tiranës gjatë viteve 2021-2022. SPAK ka ngritur dyshime të forta për një konflikt të pastër të interesit dhe korrupsionit, për shkak se në kohën kur janë zhvilluar, Manziku ka mbajtur postin e nënkryetarit Bashkisë Tiranë. Ndër të tjera, gjatë kësaj kohe Manziku ka mbajtur në kompanin Tirana DD postin e rëndësishëm si kryetari i Këshillit Administrativ, post nga i cili u largua në muajin gusht 2024. Sipas dyshimeve të SPAK, Arbian Manziku si kryetar i Këshillit Administrativ në kompanin Tirana DC lëvronte fondet përfituese të cilave ishin bar restorant The Home që ndodhet në qendër Tiranës dhe që bashkë menaxhohet nga gruaja e tij Marinela Lika. Një skem thuajse e qartë si ajo e ngritur nga ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj me restorantin e njohur Gzona. Aktualisht biznesi The Home, që zotërohet 50% nga Marinela Lika, është vendosur në mas sigurimi nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve rajoni qendror, pasi rezulton të mos ketë paguar detyrimet tatimore në vlerën prej 27 milion lekë të vjetra. Kërkesa për vendosjen e masës së detyrimit tatimor është vendosur në 9 shtator 2024, duke njoftuar edhe administratorin e këtij subjekti tregtar Ledion Çollaku.